Të dashur shqiptar, kam një pyetje shumë interesante për ju. Si I thonin vetes ilirët, banorët e Ilirisë? Si e qunin veten ata? Për shembull, banorët e Epirit I thonin vetes Epiriotes. Banorët e Pellazgjisë në Thesali I thonin vetes Pelazgiotes. Po ilirët si I thonin vetes? E dini ju apo se dini? Por sikur t'ju them unë, që ilirët I thonin vetes Iliriotes, do e besonit apo jo? E pra është gjetur një tekst I Hipokrates I cili ka bërë një përshkrim të një bime të gjetur tek ilirët. Dhe ai I thotë që ilirët e quanin veten Iliriotes. Jo vetëm kaq, gratë ilire e quanin veten Iliriotis. E besoni apo jo? Ta shikojmë bashkë. Të dashur shqiptar, është gjetur teksti I plot I Sokratesit si të shërohen ulçërat. Dhe ai sugjeron një bimë e gjetur tek ilirët. Kjo bimë është e krijuar me shumë elemente dhe ndërmjet të tjerave me hirin e prushit të ilirëve. Dhe ilirët në këtë tekst quhen Iliriotis, por këto janë gratë ilire. Kjo që shikoni me të kuqe është rasa dhanore e numrit shumës të grave ilire Iliriotis. Ju betohem. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Është e shënuar me të kuqe. Ky tekst është gjetur vetëm një herë në të gjithë literaturën helene, në të gjitha tekstet helene, mbi shkrimet helene, varret helene, tempujt helen, është gjetur vetëm një herë të vetme, është përdorur inteligjenca kompjuterike, e cila ka studiuar 5.834.333 fjalë për ta gjetur fjalën Iliriotis. E gjinisë femërore, numri shumës. Gratë e ilirëve, që e quanin veten Iliriotes, një lloj si Epiriotes, banorët e Epirit, Pelazgiotes, banorët e Pellazgjisë në Thesali. Tani, të dashur shqiptar, ky është përkthimi në anglisht. Ky është portreti I Hipokrates, që ka jetuar 90 vjet. Dhe po aq ka jetuar dhe babai I tij, sepse përdornin mjekësinë popullore. Do të thonë kjo është mjekësia vërtet. Ky ka lindur në ishullin Kos dhe ka vdekur në Larisa, në Pellazgji. E kuptoni apo jo? Ky është teksti I tij, Iliriotis, gratë ilire. Përdorin pikërisht hirin e një bime mjekësore për të shëruar ulçërat. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra, shqiptarët nuk e dinë se si e quanin veten ilirët. Ilirët e quanin veten Iliriotes dhe gratë ilire Iliriotis. Tani nga e diun këtë? Unë kam bërë një diçka të jashtëzakonshme. Unë nuk I studioj fjalët nga mënyra se si fillojnë ato, por nga mënyra se si mbarojnë ato fjalë. Dhe fjala Iliriotis është krijuar një lloj si fjala patriotis, një lloj. Këto janë gratë patriote në Hellad dhe në Iliri. Edhe Iliriotes janë gratë ilire të burrave Iliriotes. A nuk është kjo një çmenduri? E shikoni, këtë kam bërë. Duke nisur nga ana e prapme e fjalës Iliriotis, një lloj si fjala patriotis. Pra nga prushi I bimëve, nga hiri I tyre, krijohet një lloj ilaçi për të shëruar ulçërat. Pra unë sot kam gjetur banorët e Ilirisë dhe të Pellazgjisë. Si e quanin veten ata? Pelazgiotis dhe Iliriotis. Pelazgiotis janë gratë e Pellazgjisë, Iliriotis janë femrat e Ilirisë. Dhe si e bëron këtë zbulim? Nga fjala patriotis, që janë patriotet e Helladës, të dashur shqiptar. Një lloj siç u krijua nga fjala Iliria, Iliriotis, ashtu u krijua dhe fjala patria plus otis dhe kemi patriotis, një lloj.
Tani kjo që kam zbuluar është vërtet e frikshme. Varianti dorik është patriotas, ndërsa varianti atik është patriotes. Mirë po kjo ka ndryshuar në greqishtën e sotme dhe është patriotis. Por dikur, gjinia mashkullore ishte patriotes. Pra, emri i grave i lire është krijuar sipas dialektit atik. Ju betohem. Pra në Iliri janë folur të gjitha dialektet e lashta helene. Emri patriotis përkon me ilirishten iliriotis. Një lloj. Tani asnjë njeri në botë, as Jokli, as Majri, as Pederseni nuk e kanë bërë këtë analizë, sepse askujt nuk i shkonte në mendje që fiset ilire ishin fise helene. Si më vajti mua në mendje, fisi i lirë Kelidonis do thot dallëndyshe në ilirisht. Akreonoi do të thot bubullimat dhe vetëtimat në helenisht. Fisi i lirë. Penestae, quhen sklevërit në gjuhën helene, këta janë sklevërit e ilirëve ose shqiptarët. Pra ilirët ishin fise helene që pushtuan Shqipërinë dhe Dalmacin. Breuki është sharje në helenisht, do të thot vemjet e bretkosave. Drilon është sharje në helenisht, do thot organ mashkullor. Dhe Dardanos është sharje në helenisht, do të thot ilir me mjalt. Pra, çdo emër i lirë është një sharje nga gjuha helene, që ta dini. Por fjala iliriotes nuk është sharje, ka kuptimin banorët e Iliris, një lloj si pelazgiotes, një lloj si patriotes. Më kuptoni? Pra, nuk ka mundësi që ilirët kanë folur një gjuhë tjetër përveç gjuhës helene. T'jeni të sigurt. Të gjithë emrat e qyteteve ilire janë emra helen. Për shembull, Vlona vjen nga Aulon, i thon pikërisht Grykës, Luginës, në helenisht, edhe Ngushticës. Dyrachion, shkëmbi keq. Lissos, Lezha, ka kuptimin shkëmbi lëmuar. Tempulli i diellit të lëmuar. Skardon, i thon hudhrës në dialektin dorik të dashur shqiptar, malit skardon. Tani, Lyknidos do të thot e ndritshme si llampa, e rasës gjinore, liqeni i Ohrit. Çdo emër në Shqipëri është emër helen. Absolutisht. Çdo emër, çdo fush, çdo mal, çdo lugin nuk është në shqip, është në helenisht. Kjo është për te imagjinatës njerëzore dhe jo vetëm në Shqipëri, por në të gjithë Ilirinë, domethënë Serbi, Kroaci, Hungari, Thraki, Bullgari, Rumani janë të gjitha emra helen, të fushave, të maleve, të luginave, nuk janë as emra shqiptar, as emra bullgar. Pra, nga fjala Iliria, e shikoni, në helenisht është krijuar Iliriotes mashkullore dhe Iliriotis femrore, gratë ilire. Ky emër Iliriotis është në dokumentin e Hipokratesit që ka jetuar në fund të shekullit të 5 para erës sonë. Është përdor vetëm një herë në të gjithë literaturën helene. Pra, në periudhën kur ai banonte në Larisa, aty ka vdekur, në Pellazgji, ai ka dëgjuar emrin e grave ilire, Iliriotis. Këtu është përkthimi në anglisht se si ai bënte ilaçet për të shëruar ulçërën, dhe këtu është përkthimi në shqip. Përkthimi është kështu: trajtimet e thata parandalojnë infektimin e plagëve të reja, ose duke i larë me uthull, ose duke i pastruar me verë. Përdor plumë të lëmuar të bluar së bashku me hiqi parosi, ose pluhur kockash nga lulet e lotusit, ose elemente të bakrit dhe okside të bakrit, të cilat të përzira me pluhurin e kockave dhe me lulet e thara të lotusit e thajnë pikërisht plagën e ulçërës. Për ndryshe, kur është e nevojshme, përdor substanca tharëse të tilla duke përfshirë hi të imet i lirë ose të grave ilire,
së bashku me pluhurin e kockave, ose vetëm pluhurin e kockave, ose lule ngjyrë argjendi të blura shumë imët. Gjithashtu, fërkoje fort dhe përdore kundër ulcerave. Pra ky është përkthimi në shqip i këtij teksti, mund të përkthehet dhe më mirë, po nga grekët vetë. Ky është përkthimi im falas për ju. Po të doni, mund të paguani $1200, të regjistroheni në faqen e internetit Trismegistos dhe atje do ta gjeni përkthimin më të mirë në greqisht. Ky është një përkthim i shpejtë ku Iliriotes ka kuptimin gratë ilire, është shkruar një lloj si Epiriotes, Pelasgiotes dhe Patriotes në gjuhën greke. Pra, ju Epiriot, mos e përdorni më këtë fjalë, ka kuptimin banorët e bregut. Pra sot është 1 maj, viti 2025, dhe është hera e parë që të gjithë shqiptarët kudo në botë po dëgjojnë për banorët e Ilirisë. Gratë ilire e quanin veten Iliriotis në greqisht, ndërsa burrat e quanin veten Iliriotes, por në greqishtën e sotme kjo shqiptohet gjithashtu Iliriotis. Eja është bërë i në greqisht, por në helenishtën e lashtë në ilirisht ishte Iliriotes burrat, Iliriotis gratë. Kjo është dukur, grekët nuk dinin gjë fare. Këtë e gjej unë. Tani si bë ky zbulim madhështor, nuk do ishte bërë kur, asnjëherë në botë. Pra duhet të lexosh të gjithë literaturën helene dhe nuk të shkon mendja që Iliriotes do të jetë në një përshkrim të shërimit të plagëve të ulçrave nga Hipokrates. Edhe po ti je grek nuk e gjen dot. Sepse do ta kishin gjetur grekët, nuk e kanë gjetur. Të gjitha zbulimet e mia duhet i kishin bërë grekët. Po si ka mundësi që ata si kanë bërë dot? Pra duhet të kishe lexuar ti 5.800.833 fjalë, do t'i kishe lexuar me qëllim për të gjetur Iliriotes. Po ta dijem përpara, po të mos ta dije nuk të shkonte ndërmend, nuk do ta lexoje dot. Dhe shpërdor në rastin dhanore që është dukur në greqisht. Një grek këtë se kupton dot. Gjinia femërore shumës në botë asnjëherë. Në grekët nuk do ta kishin gjetur. Grekët haroje komplet. Gjuhëtarët amerikan, anglez, austriak, kot e kanë marrë butrintin. Nuk do zbulojnë dot asgjë atje. Çdo gjë është përkthyer nga unë. Që ta dini ju, të gjithë dokumentet e butrintit i kam të përkthyera. Po të doni, i nxjerrëm, po duhet më bëni antar të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Pse ti nxjerrën kot, më falas, nuk ja vlen. Më mirë i hedh se sa falas ti nxjerr më, nuk e bëj më një gjë të tillë. Thjesht do të tregoj se çfarë janë. Po të doni dokumentat, çoni peticionin te Akademia e Shkencave të Shqipërisë dhe ata gjyshat atje që pin kafe dhe han mjalt gjithë ditën. Unë nuk dua asnjë lek, por thjesht dua që Akademia e Shkencave të Shqipërisë ti botoj këto, që unë mos harxoj asnjë lek nga lekët e mia për t'i botuar. Ata lexojeni të gjitha dokumentet e mia. Të gjitha përkthimet e butrintit do t'i gjeni. Falas. Unë s'dua lek. Thjesht botoni falas ato që jam gjetur unë. Pra, Iliriotes, nuk e dinit, s'do ta kishit ditur kur. Pra vetëm një Helen krijon këtë fjalë. Pra, tashti u kuptua që vërtet fiset ilire kanë folur helenisht, por dialekte kaq të ndryshme nga njëri tjetri, sa që një fis helen nuk e kuptonte që fjala breuki ishte sharje. Nuk e dinte. Prandaj, kjo është arsyeja që edhe ata që quhen son veten grek, për shembull në Shqipëri, mbajnë emrin Dule. Fjala Dule do të thotë sklav, vjen nga duleia. Ata janë shumë krenar. Kjo është fjala më shëmtuar. Dule, quheshin sklavër që nuk lejohet të martoheshin, të kishin fëmijë. Dhe emri Dule u përhap mbas pushtimit romak, kur dulet filluan të martoheshin, të kishin fëmijë, dhe ti merri emrin e babait që ishte Dule, sklav.
dhe të mbeti Dule. O Dule, o Greku Dule, që ke qenë sklavi grekërve. Dhe sot je bërë me Greqin, s'të vjen turp, o Dule, o fliqësir. Pra, këta janë shqiptarët, ju duket vetja Dule, ju duket vetja Grek. Ndoshta edhe Iliriotes e kanë marrë këtë nga pushtuesit grek dhe ju duket vetja Iliriotëve. Nuk e di se ç'të them. Pra nuk e dim se çfarë gjuhë kanë folur ilirët. Unë gjej fjalën Iliriotes. Ka kuptimin burrat ilir, Iliriotis, gratë ilire. Dhe ky mjekim vjen nga gratë ilire, që thot Hipokrates. Nuk gjej dot fjalë. Tani cili është konkluzioni? Ku ishin shqiptarët? Të njëjtën pyetje mund t'ja bëni meksikanëve sot. Përse flisni spanjisht? Ku janë aztekët? Këtë pyetje bëjuni aborigjinëve në Australi. Ore, ku janë ato vendasit? Se kanë haruar gjuhën e tyre, po flasin anglisht sot. Mund shkoni tek indianët e Amerikës. Ore, ku janë indianët? Sepse ata flasin vetëm anglisht sot. Pra, popujt zhduken. Ne sot flasim shqip. Çfarë gjuhë është kjo? Gjuhë njërokshë. Është e vërtet. Një shqiptar që flet një gjuhë njërokshë nuk e kupton Iliriotes. Dhe nuk e kupton Pelazgiotes. Pra, kur studja etimologjisë ju thotë që jeni pelazg, ata e quhenin veten Pelazgiotes, pelazgët. Ilirët e quhenin veten Iliriotes dhe banorët e Epirit e quhenin veten Epiriotes. Kur i thua ti vetes Epiriot, kjo është fjalë greke. Do të thotë banori i Epirit në greqisht. Pra je drilon, ti shqiptari, pelazgu, iliri. Tani ju kuptua se çfarë janë ilirët. Unë them që shkoni dhe ngrini një incenerator, zhdukeni mjaltin nga kryeqyteti i Shqipërisë, pastaj të gjejmë ilirët, se çfarë gjuhë flisin ata, si lindi gjuha monosilabike majmunore, e diskutojmë më vonë. Në fillim, zhdukni mjaltin. Tirana po mbytet me mjalt. Edhe qytetet e tjera të Shqipërisë po mbyten me mjalt në shekullin e 21. Mirupafshim, mjalt ngrënës të dashur.